kemi një ditë me një rëndësi të veçantë sepse na lidh shumë me çështjet që lidhen me ekonominë, lidhen me biznesin, lidhen me karrierën, lidhen me ndryshime të mëdha që vijnë në anën e biznesit dhe jo vetëm. Është një ndikim mjaft i mirë sepse duke pasur parasysh jashtëkëndshi që formon Afrodita në shenjën e Demit do t'japi mundësi dhe kohën e duhur. Është një këndër më me fat të kësaj jave, të kësaj dite, të këtij muaji, pra të gjitha gjërat që lidhen, të gjitha gjërat që janë. Por data 12 ka një ndikim shumë të madh sepse fundjava mbyllet me ndryshime, me vendime dhe përgatiten për javën që vjen. Pra është diçka shumë e madhe dhe shumë pozitive në çështjet që juve keni dhe dëshironi. Është momenti dhe periudha më e mirë sepse duke pasur parasysh shenjat e tokës të ujit do të favorizohen shumë përkatësisht Virgjëresha, Briciapi, Gaforia, Akrepi dhe Peshqit të djediçit të dytë ose ata që kanë ascendent